ata e punojnë tokën, por nuk kanë pronësi, nuk kanë drejt për subvencionim edhe për blerje të makineri. Nuk është bën asgjë për këtë. Besoj që brenda një mandati qeverisës ne duhet me pas synim për me përfunduar. Kemi bën një incizim të bujqve, fermerëve, të cilët e përdorin tokën, po janë me vitet tona në procese gjyqësore që AKP-ja në një farë forme i ka vendos në proces. Ata e punojnë tokën, por nuk kanë pronësi mbi atë tokë, edhe pse ajo tokë diku me gjenerata është marrë prej tyre në reformën agrare të komunistëve. Do thotë mbohen peng dhe ata njerëz, për shembull, kemi rastin Malishev që punohet prej një familje fermere mbi 20 hektar tokë, me që nuk e ka në emrin e tyre të bartur, nuk kanë drejt për subvencionim edhe për blerje të makinerisë, e bëhen copë e gjithë familja të punu për me ble një traktor ose një mjet punues aty, sepse nuk e përmbushin kriterin, ani pse tokën e gjyqërve tyre janë duke e punu, po procesi është ndalë ka mbet përgjithmonë i pakrym. Për ne është shumë e rëndësishme që këta bujq, këta fermer, me u dhënë drejta në pronësi sipas dokumentacionit edhe përdorimit tokës. Ka qenë një zotim që do të mbyllet AKP-ja si entitet dhe pastaj do të shihet me çfarë metode do të transformohet prona shoqërore. Ky proces duhet me përfundu. Nuk është bën asgjë për 4 vjet. AKP-ja është administrator, është organ administrativ, por nuk është organ zhvillimor. A e ka emrin AKP, a e ka ndonjë emër tjetër, funksioni i një organit të tillë shtetëror duhet të jetë zhvillimor, jo administrues. Pra jo vetëm të administroj runde të privatizimit, hap zarfa, të ndaj pronat në shkrim kontrata, po të jetë më shumë funksion zhvillimor. Unë mendoj që ndërmarrjet tani që kanë mbet apo prona shoqërore që tani kanë mbet duhet me u kategorizu ato që mund të jenë për investitorët e huaj, ato që mund të jenë për partneritete publiko-private, ato që mund të jenë në dobi të komunave. Shumë komuna kanë mungesë bazike mi ndërtu shpeshherë edhe disa shkolla, disa qerdhe, disa si me thonë institucione publike, cilat financohen nga buxhetet komunale për shkak se s'kanë tokë. Unë besoj që brenda një mandati qeverisës ne duhet me pas synim për me përfundu në kuptim të reorganizimit sigurisht shumë shpejt, po në anën tjetër të nxitjes së investimeve, se nuk është më rëndësi veç mi përmbush avatet si me thonë kohore dhe ligjore, po është më rëndësi me pas investime për këtë pjesë që kam